Është çështje identiteti, është çështje përkatësia. Dhe ne duam ta mbyllim këtë proces. Greta Bullari, televizioni ABC News. Zoti President, unë dua ta vazhdoj pak pyetjen e koleges pak më parë, pasi Brukseli e ka cilësuar Shqipërinë dhe Malin e Zi si pararoj në procesin e integrimit. Gjatë vizitës tuaj në Mal të Zi, ju deklaruat se Mali i Zi mund të bëhet antar me të drejtat të plota i Bashkimit Evropian deri në 2028. Vlen ky afat për Shqipërinë pasi edhe shqiptarët kanë nevojë të dëgjojnë edhe deadline, duke qenë se ju e thatë edhe pak më herët, besuan dhe shpresojnë që Shqipëria të bëhet antare sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Zoti Kryeministër, keni deklaruar dhe më herët që mandati juaj 4 do të jetë pikërisht mandati i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Cilat janë fushat prioritare me të cilat do të bazohet apo do të specifikohet ky mandati 4 për të përshpejtuar procesin e integrimit? Faleminderit. Look, we are living a very special moment in the world. And these very special moments, të veçanta në botë sot, dhe në këto momente të veçanta, më shumë se kur ne kemi nevojë që të përshpejtojmë bashkimin e të gjithë Europës dhe forcën, fuqinë e saj. Dhe kjo na sjell në këtë momentum, në këtë moment për zgjerimin, sigurisht për Ukrainën, Moldavinë, edhe Gjeorgjinë në rast se ata dëshirojnë, por sigurisht edhe për Ballkanin Perëndimor. Dhe Ballkani Perëndimor na ka sjell dhe na ka treguar që edhe më parë që dëshironte që të bëhej pra pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe këtu nuk është ndonjë garë, konkurrencë, por dëshira ime është që të gjitha këto vende, të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, të ecën përpara sa më shpejt që të jetë mundur me përmbylljen e negociatave, që të tregojnë rezultate për reforme, të përmbushin kriteret. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me të bërit e punëve për hir të bërit punëve, por për ndryshimin që do të sjellë për mënyrën se si ne funksionojmë, do të ndryshojë edhe mendësinë, mentalitetin. Ndonjëherë e di, kjo nuk është e lehtë, sepse edhe unë vetë vi nga një vend që jemi bërë shtet antar vetëm përpara 40 vitesh dhe e di se çfarë do të thotë që ndonjëherë vazhdojmë të kemi vështirësi, por kjo është rruga e dur për të ecur përpara. Dhe për shembull këtë javë unë vajta në Serbi, në Bosnjë Hercegovinë, në Kosovë, në Malin e Zi, në Maqedoninë e Veriut dhe sot dhe së fundmi pra jam në Shqipëri duke plotësuar kështu të 6 vendet vizitën time në 6 vendet pavarësisht vështirësive që ka në secilin prej vendeve, ndonjëherë edhe probleme dypalshme, ndonjëherë probleme historike. Gjithsesi, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë një objektiv dhe dëshirë të përbashkët që të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian dhe të ecin përpara, të hapin një kapitull të ri. Dhe ajo që unë u them të gjitha këtyre vendeve është, dëgjoni, mund të keni besim tek Bashkimi Evropian, besoni tek ne. Ne kemi një vullnet të qartë politik në Këshillin Evropian. Ne kemi një angazhim të qartë nga Komisioni Evropian që ky është momenti i duhur për të arritur këto rezultate dhe duhet ta përdorim këtë moment, këtë çast. E mbaj mend shumë mirë përpara disa vitesh që ne kemi ardhur këtu në Tiranë dhe kemi dëgjuar Edi Ramën kur tha: dëgjone, askush nuk ju beson më, ose që ne do të bëhemi shtet antar, sepse aq shumë herë është thënë sa tashmë ndoshta askush nuk e beson. Por ajo që ka ndodhur në secilin prej këtyre vendeve të Ballkanit Perëndimor gjatë 2 viteve të fundit, por edhe mënyra se si ka ndryshuar Bashkimi Evropian gjatë 2 viteve të fundit, ka ndryshuar tërësisht mendësia edhe në Bashkimin Evropian, pra edhe qasja. Kështu që jam e sigurt që edhe Edi Rama beson tashmë në një gjë që nuk besonte deri diku përpara 2 vitesh. Kështu që kjo do të thotë që tashmë kjo gjë është e mundur. Për mua, edhe kur përpiqem madje, që e zëm, edhe nëse do harroj për Ballkanin Perëndimor, se sa herë hy në zyrë çdo ditë, shikoj një kanoçe Coca-Cola me një dizajn shumë të veçantë
nga vetë Edi Rama. Dhe në vetvete ajo kanoqe është shumë e veçantë. Është simbolike, jo vetëm për faktin që i kishte projektuar e ka dizenjuar Edi Rama, por sepse kur isha për vizitë në zyrën e tij përpara disa vitesh në një cilësi tjetër, ai më ofroi një libër nga një shkrimtare vërtet e madhe dhe shumë e mirë shqiptare në portugalisht, Lea Ypi, të lirë, dhe unë e lexova librin gjatë udhëtimit ndërmjet Shqipërisë, Tiranës dhe Lisbonës. Dhe me të vërtet që e pëlqeva shumë atë libër, u apasionova shumë mbas librit, a e di që ajo po shkruan sërish, dhe është një novel fantastike për të kuptuar historinë tuaj, historinë e Shqipërisë, por edhe historinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe kjo është arsyeja sepse unë e kam ofruar si dhurat Krishtlindjeje udhëheqësve të Europës librin e Lea Ypit. Dhe një nga momentet më simbolike të librit të saj ishte momenti kur po diskutohej për kanoqen e Coca-Colës. Pra, çfarë përfaqësonte ajo në ato kohë kur Shqipëria ishte një vend i izoluar dhe ishte aq larg të theme e veçuar nga vendet e tjera të Europës, dhe sa herë shoha të kanoqen në zyrën time, gjithmonë mendoj, ky është misioni ynë, ky është objektivi ynë, që të japim fund të izolimit dhe të përmbyllim bashkimin e familjes dhe kontinentit tonë evropian. Qatë them mund tani mbas kësaj, nuk besoj se ke nevojë që unë t'ju shpjegoj detyrat që duhet të bëjmë, se po t'i hyj këtij shpjegimi duhet ta mbajmë presidentin e Këshillit Evropian deri pas nesër këtu. Edhe duhet humbim edhe EPC-n, ka shumë detyra ka BE-ja. Por ne jemi shumë të vendosur t'i bëjmë. Siç e dini, ne kemi dhe një model inteligjencë artificiale që na ndihmon shumë për gjithë procesin e transferimit të aki komunitar në gjuhën shqipe dhe të një sër informacionesh të tjera që marrim nga modeli, dhe kemi dhe gjithë bindjen që pikërisht tani ky moment, siç tha dhe Antonio, e ka ndryshuar komplet qasë. Vetëm një gjë doja të korrigjoja, unë personalisht nuk e kam humbur asnjëherë besimin, po gjithmonë kam thënë që kjo është një histori dashurie ku deri kur ana tjetër do ta ndjej nevojën për ty, ti duhet mos dorëzohesh. Dhe duhet t'jesh gati në momentin kur ana tjetër do hapi dritaren, mbasi ti rikëndon poshtë dritares me vitet tëra bën serenata, nuk hapet dritarja. Kështu tani dritarja është hapur, çarçafi është hedhur poshtë. Ne tani të dashuruarit duhet ngjitemi duke pas parasysh që dritarja mund të mbyllet. Nëse ne nuk arrim të ngjitemi me shpejtësinë e nevojshme. Ky është para shumë panorama. Do më lejoni edhe herë ta falenderoj presidentin për vizitën dhe për kohën këtu. Edhe të falenderoj edhe një herë edhe studentët e kolegjit që na e zbukuruan këtë sallë sot. Urdhëro? Për çfarë ti falenderoj me? Po jo, falenderoj dhe juve patjetër, po nga që juve ju kemi këtu gjithmonë, ju falenderoj me
disponimin tonë. Kjo ishte ideja, po patjetër, faleminderit dhe ju të gjithëve. Shumë faleminderit. Thank you, Antonio. Gracias. Obrigado.